Zbardhja demonstratës së 21 janarit në të cilën gjetën vdekjen 3 qytetarë dhe u plagosën 10 të tjerë, mund të arrihet vetëm në rast se organeve të drejtësisë u lihet hapësira e duhur ligjore për të vepruar. Kjo është theksuar gjatë takimit që presidenti Bamir Topi pati me përfaqësuesin e kryetarit të radhës së OSB-s, Elvandas Injetavicius, pati pa akord përpara zhvillimit të protestës homazh të Partisë Socialiste. Në këtë takim, kreu i shtetit ka nënvizuar edhe një herë rëndësinë e madhe të zhvillimit të një hetimi tërësor, profesional të paanshëm dhe transparent për ngjarjen e 21 janarit, si dhe ruajtjen dhe respektimin e plotë të institucioneve të paravarura kushtetuese, në mënyrë që gjithë secili prej tyre të bëjë punën e vet dhe me përgjegjësi maksimale. Në njoftimin zyrtar të presidencës, thuhet se edhe në këtë takim është theksuar fakti i uljes në një tryezë të palëve politik, në mënyrë që të jepet fund krizës politike në vend. Nga ana e tij, zoti Injetavicius nënvizoi rëndësinë që ka për zgjidhjen e situatës së rëndë ku gjendet vendi, gjetja imediate e gjuhës së përbashkët mes palëve, e vullnetit për një dialog sa më të shpejtë e konstruktiv në shërbim të interesave madhore të Shqipërisë, e po ashtu heqja dore udhëhecësve dhe përfaqësuesve politik nga gjuha e urrëties, që mund të nxjisë çfarëdo lloj akti të dhunshëm që cënon rendin publik, institucionet kushtetuese dhe stabilitetin, e për më tepër sigurinë e jetës për qytetarët shqiptar.